i shtin për kancer, për shembull, ka dikush kancer, bima që kuron kancerin brenda 24 orëve. Se kroka fundit të na është pak problematike. Një që si farbare që e ka për detyrë kancerin me stopu, mos zhanu. Është një terapi 21 ditëche për sheqer edhe për diabet. Po. Tash ta kallëzoj edhe këta, nashta po largona. Për shembull, që kjo cikoria, mund është me po kolesteroli, diabeti, e kështu me radhë. Është për zemër, që në fillim është edhe te kanceri, domethënë është shumë e mirë, është e familjes së radhiqës. Radhiqja është qashtu, gjithashtu për kancer është shumë e mirë. Megjithëse pak pe teprojnë në portale, për shembull, edhe në perëndim që thonë bima që kuron kancerin brenda 24 orëve, nuk është ashtu, apo din se kjo duhet më përdor terapi pak ma të gjatë, jo pak ma të gjatë, po shumë ma të gjatë. Po ai që e zbulon kancerin ma herët, në atë fazën e hershme, ndihmon. Se kroka fundit të na është pak problematike. Mirë, për shka desha me thonë, është e familjes, të dyjat janë një familje, janë shumë të forta, shumë të mira. Ky përdoret në ushqim, supë, sallat, përdoret edhe si çaj, a ky përdoret vetë si çaj, që është në çfarë formën. Më konë gjethet, murët njëri mi përdoret edhe këta në ushqim. E kjo ka pasin vetë e si qysha ka pas sukses. To kanë pas sukses, dhe se kur më vinë të one, për shembull, vazhdimisht, dhe vinë që i marrin të na njëri mas tjetrit, çka tash, që i përdorin strikt, rezultatet të na vetë kallëzon atë. E këta e kërkujnë mas shumë, domethënë, për kancer, çka tash që to farë. Po cikorjen, ato kam shumë sene për kancer, dhe atë terapien që jap të madhen për kancer, ajo është tjetër, tash i përmeni cilat. Këta për shembull që japin drejtim mushkërive, megjithëse ky ndikon edhe te lloje tjera, po te mushkëritë, apo din? Këta se jam konë në Zvicër, e kom pas mbledh dhe kom pas bon gati, po këtu kur e kom më dhonë një klienti të Bilicë, e ka përdorur shumë herë, pastaj e ka përdorur një i Gjakovës, që veç dalë që ta marrë që qishe, një moment, edhe në dalëm, kjo ka marrë një klient i Gjakovës, se dhja ja shek të farvija që e ka pi strikt. E vedin, që po thamë puna të strikti, a pi dalon të farvija? Kjo ka dhonë rezultat, se që tash i ka mune 3 rastet një pas njëshme. Në thonë që o të dhonë rezultat fantastik. Mirë, po kjo që problem, për me po kështu të gatshëm, duhet me shni shumë senen ta, shumë fruta moli. Edhe këto duhet, për me gram, duhet eksakt me ditë sa, mos me qitë ma shumë, duhet me ditë se qysh. Mirë, po është të dhonë efekt, tash me shëru, së kur ma herët, se kom thonë të halas se kam një klient që e kisha shëru. Do të ishte shumë mirë, po të përdorë të javashu të mos u rrita dhe ma e madhe, të ndikushëm. A tjetërën për shemë që kam për kancer tjetër, që e po e këtë cikurjen, e kam për shemë që qajnë e përzim, kjo hen pelinat të na. Pelinat ishtin për kancer, për shemë ka dikush kancer në organet ndryshme, po din. Edhe më duhet pa tjetër me shti pelinin. Pse pelini është? Pelini është një që si farbare që e ka për detyrë kancerin me stopu, mos zhanu. Këto tjerat janë të na mu shëru, apo din, mi thonë sërë me shëru, që lizat kancerogene, shka këj kanal, ose mi renovu atë, mi nëzërë në forma natyrës. Edhe kështu që duhet për me një kombinacion të na këgjima, edhe kushtojnë pak, po janë të kërku se sigurisht kur e përdur një familje, për një antar, ata e diskutojnë edhe thujnë a bani ma mira që shoshtaj, të na vetë tiju me fjallë të ty ne drejtojnë të une. Qashtu e kam maraka une kur vinë se kuptuat që o t'i ba mira ti, edhe kështu që nuk kam nevojë në fort një